Kolegji i posaçëm i apelimit ka rikthyer në detyrë prokurorin Lazar Çardaku pas shkarkimit nga Kolegji i Pavarur të Kualifikimit. Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit shpalli vendimin për çështjen e datës 27 dhjetor 2024 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Lazar Çardaku kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit me datë 8 nëntor 2024. Në përfundim të gjykimit, në llom këshillimi, trupi gjykues bazuar në 66.1 shkronja B për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë me shumicë votash vendosi ndryshimin e vendimit numër 812 datë 8 nëntor 2024 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe konfirmimin e detyrë të subjektit të rivlerësimit Lazar Çardaku. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm, njofton KPA. Prokurori Lazar Çardaku u sharkua nga detyra prej Komisionit Pavarur të Kualifikimit KPK me 8 nëntor 2024, ndërkohë vlerësua i besueshëm në kriteren e pasurisë dhe se kishte arritur nivelin minimal kualifikues për profesionalizmin. Në tetor 2025, Këshilli i Lartë i Prokurorisë vendosi që të miratoi kërkesën e prokurorit Çardaku për të mbajtur statusin e magjistratit edhe 3 vjet nga mbushja e moshës së pensionit. Lazar Çardaku e ka nisur karrierën në sistemin e drejtësisë në vitin 94 si oficer i policisë gjyqësore në Prokurorinë e Pugës dhe në 99 është emëruar si prokuror në Shkodër. Ai ka drejtuar Prokurorinë e Matit në vitet 2008-2012 dhe më pas ka ushtruar funksionin si prokuror i shkallës së parë dhe i apelit.